Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish këtu. Sot dua të flasim për besimin. Jo për besimin që kërkon garanci, po për atë që rritet ngadalë, ku ndalojmë së kontrolluari gjithçka. Shpesh duam të dim kur do të ndihemi më mirë, sa do të zjas kjo periudhë dhe çfarë hapi vjen më pas. Por jo gjithçka në jetë vjen me një përgjigje të menjëhershme. Meditimi, pikërisht, në mëson të qëndrojmë dhe kur nuk dim, të marrim frymë dhe kur gjërat nuk janë të qarta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë ajo që na duhet më shumë nuk është drejtimi, por besimi se jemi në rrugën tonë. Besimi tek procesi do të thotë të mos e shtysh veten të shërohet më shpejt, të mos i kërkosh vetes të jetë gati për gjithçka me njëherë. Do të thotë t'i lejosh hapat e vegjël të kenë vlerën e vet. Edhe ndalesat, edhe ditët e paqarta. Kur ndalemi dhe marrim frymë, kujtojmë se trupi di çfarë bën, se mendja ka nevojë për pushim, se shërimi nuk është parë. Dhe pak nga pak fillojmë të relaksohemi brenda këtij procesi. Nëse sot ndihesh i pasigurt, dua të dish diçka. Nuk je asnjëherë vonë, nuk e humbur rrugën, je pikërisht aty ku duhet të jesh sot. Besimi nuk vjen duke kuptuar gjithçka, vjen duke qëndruar. Mjafton një frymë, një ndalesë, një hap i vogël, dhe procesi vazhdon vetë. Besimi tek procesi do të thotë të mos e shtysh veten, të shërohet më shpejt se sa mundet. Të mos e pyesësh veten çdo ditë, pse nuk jam ende aty, dhe të mos e krahasosh rrugën tënde me ritmin e askujt tjetër. Do të thotë të pranosh se disa gjëra kanë nevojë për pak kohë, jo sepse ti nuk po bën të mjaftueshmen, por sepse shërimi nuk ndodh me urdhër. Besimi tek procesi duhet që mos t'i kërkosh vetes të jesh e fortë për gjithmonë, të kuptosh gjithçka menjëherë dhe të jesh gati për gjithçka pa u lodhur. Është të lejosh ditët e qarta dhe ditët e mjegullta, të bashkëjetosh në luftë, të marrësh pak frymë dhe kur nuk ke një përgjigje, të qëndrosh edhe kur nuk di ende se si ta vazhdosh. Besimi tek procesi është pikërisht një formë e butë durimi dhe ndonjëherë ky durim është vetë shërimi. Faleminderit që po i jep vetes këtë durim, faleminderit që po mëson të besosh në rrugën tënde. Unë jam doktor Selda Sedia, bashkë do të shihemi së shpejti në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.